Një nga thyerjet më të mëdha shkencore të publikuara së fundmi lidhet me përdorimin e nanoteknologjisë kundër Alzheimerit. Zbulimi. Shkencëtarët krijuan nanopartikula biomolekulare, të cilat nuk dërgojnë thjesht medikamente në tru, por veprojnë vetë si medikament. Si funksionon? Në vend që të shkojnë direkt te neuronet e dëmtuara, këto grimca rregullojnë barierën hematoencefalike, mbrojtjen natyrale të trurit dhe ringjallin sistemin e dëmtuar të pastrimit të trurit. Kjo bëri që truri i subjekteve të testuara të pastronte me shpejtësi proteinat toksike amiloid beta, që shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit. Ankthi dhe depresioni, deficiti kimik i çolinës. Një studim masiv i imazherisë së trurit ka zbuluar për herë të parë një model të qartë kimik tek personat që vuajnë nga çrregullimet e ankthit. Pacientët me ankth kronik rezultuan se kanë rreth 8% më pak kolin në korteksin prefrontal, zona e trurit që menaxhon emocionet dhe vendimarrjen. Pse ka rëndësi? Ky zbulim mund të ndryshojë mënyrën se si trajtohet ankthi duke u fokusuar në të ardhmen te mjekësia nutricionale dhe rregullimi i nevojave kimike të trurit për këtë ushqyes jetik, i cili gjendet te mëlçia e viçit, vezët dhe peshku. Inteligjenca artificiale në zbulimin e barnave, sistemi Gen-T. Ekipi kërkimor prezantoi kuadrin e ri gjenomik të fuqizuar nga AI, të quajtur Gen-T, në vend që të analizojë mutacionet e ADN-s, një nga një. Kjo inteligjencë artificiale grupon të dhënat dhe ka zbuluar gjenin SYK si një nxitës kryesor të rrezikut të Alzheimerit. Duke e shënjestruar këtë gjen, shkencëtarët arritën të ulin në ndjeshëm hiperfosforilimin e proteinës tau, e cila është përgjegjëse për vdekjen e qelizave të trurit. Çmimi më i madh në botë për neuroshkencën këtë vit ju dha profesorëve David Ginty dhe Patrick Erfors për punën e tyre mbi somatosensacionin, se si sistemi nervor zbulonte e përpunon prekjen dhe dhimbjen. Ata kanë arritur të klasifikojnë llojet e veçanta të neuroneve sensor dhe rrugët se si këto sinjale shkojnë në sistemin nervor qendror. Kjo hap rrugë për trajtime lehtësisht të lehta dhe të shenjëstruara për dhimbjet kronike dhe mbihitshmërinë ndaj prekjes, pa pasur nevojë për medikamente që krijojnë varësi si opioidët. Psikoplastogjenët, trajtimi i ri pa halucinacione. Në fushën e shëndetit mendor, kimia mjekësore ka arritur të modifikojë molekula të ngjashme me substancat psikaldelike, si LSD, duke krijuar përbërës të quajtur psikoplastogjen. Këto substanca ruajnë aftësinë për të nxitur neuroplasticitetin, riparimin dhe krijimin e lidhjeve të reja në tru për të luftuar depresionin e rëndë, por pa shkaktuar efekte halucinogjene. Kjo do të lejojë trajtimin e pacientëve në kushte klinike të thjeshta dhe të sigurta.